Imagjinoni pak këtë skenë. Keni provuar gjithçka, keni lutur ekipin, i keni vënë presion, por asgjë. Rezultatet thjesht nuk po vinë. Kjo është dilema klasike e çdo lideri, apo jo? E po, çfarë nëse do të ekzistonin dy sekrete të fuqishme, të fshehura fare hapur, që mund të ndryshonin gjithçka? Pikërisht këto do t'i zbulojmë sot. Pra, ja cili është plani? Së pari, do të flasim për atë dilemën e madhe të liderit. Pastaj, do të zhytemi në dy strategji geniale, por seriozisht të thjeshta. Si të ndezim motivimin me një sfidë dhe si të korrigjojmë gabimet pa krijuar armiqësi. Dhe në fund, do t'i paketojmë të gjitha në një manual praktik gati për t'u përdorur. Në fund të ditës, gjithçka përmbledhet në një zgjedhje themelore. Do përdorim forcën apo finesën? Do me thonë, do të jemi si një çekiç, zhurmshëm dhe pa kompromis, apo si një artist, me delikatesë dhe me psikologji. Kjo zgjedhje, ajo përcakton gjithçka, jo vetëm rezultatet, por edhe marrëdhëniet që ndërtojmë. Le t'i shohim pak këto dy anë. Nga njëra, kemi forcën, ajo metoda e çekiçit dhe dinamitit. E dini, bota e kërcënimeve, e presionit, e debateve pafund. Dhe po, ndoshta funksionon për një moment, por në afat të gjatë, dështimi i sigurt. Pastaj, kemi finesën, një botë krejt tjetër. Këtu flasim për vlerësim të sinqert, për diplomaci dhe, siç do ta zbulojmë, për fuqinë pothuajse magjike të një sfide të mirë vendosur që zgjon dëshirën e brendshme për të shkëlqyer. Mirë, le të kalojmë te parimi i parë. Çfarë bëjmë kur motivimi ka rënë në tokë, kur asgjë, por absolutisht asgjë nuk funksionon? E po, ka një mjet tepër efektiv që shpesh e harrojmë fare, sfida. Për ta kuptuar këtë, imagjinoni pak një skenë klasike, një menaxher fabrike në prag të dorëzimit, një ekip që thjesht nuk prodhon. Ai ka provuar çdo gjë, nga lutjet deri te sharjet, por kot, asgjë nuk lëviz. Dhe pikërisht këtu, në këtë moment dëshpërimi, hyn në skenë legjenda Charles Schwab me një zgjidhje aq të thjeshtë sa që është thjesht geniale. Pra, çfarë bëri Schwab? A mbajti ndonjë fjalim frymëzues? A kërcënoi se do pushonte njerëz nga puna? Jo fare. Ai bëri diçka shumë më të çuditshme. Thjesht mori një copë shkumus, ju afrua punëtorit parë që i doli para dhe e pyeti: "Sa prodhoi turni ditës sot?" 6, i than. Schwab, pa thënë asnjë fjalë tjetër, u përkul dhe shkroi një 6 të madhe në dyshemen e betonit. Pastaj u largua. Pak më vonë, vjen turni i natës. Ata shohin atë 6 gjigante në dysheme dhe pyesin: "Ç'është kjo?" Kur u thonë se vetë shefi i madh Schwab e ka shkruar, diçka ndryshoi. Shpirti i garës u ndez menjëherë. Çfarë? Turni i ditës bëri 6, ne nuk mund t'i lëmë atë të na kalojnë. Dhe kështu i futën punës sikur më parë. Të nesërmen në mëngjes, ata fshin me krenaria të 6 dhe lanë pas një sat të madhe e të guximshme. Dhe këtu, historia bëhet edhe më e bukur. Turni i ditës kthehet, shetë satësh dhe bum, loja sapo ka filluar. Tani ishte çështje krenarie. Të vendosur për të treguar se kush ishte vërtet më i miri, ata punuan me një entuziazëm që nuk ishte parë kurrë më parë në atë fabrikë. Dhe rezultati? Në fund të ditës, ata lanë pas një 10 gjigante. Një 10! Fabrika që mezi prodhonte, pa pritur po thyente çdo rekord. Dhe vetë Schwab e shpjegoi më së miri sekretin e tij. Ai tha, mënyra për t'i bërë gjërat është të stimulosh konkurrencën. Por e theksoi, nuk e kam fjalin në një mënyrë të ulët për para, por në dëshirën për të shkëlqyer. Gjithçka kishte të bënte me lojen, me dëshirën themelore njerëzore për të fituar. Bra, ja ku e kemi parimin e parë të Carnegie në veprim? Hidhni një sfidë. Kjo është mënyra e pagabueshme për t'u bërë apel njerëzve me shpirt, sepse prek dëshirën tonë universale për të shkëlqyer, për të provuar veten, për të fituar. E kthen punën nga një detyrë e mërzitshme në një lojë që duam ta fitojmë. Mirë, kalojmë te sekreti i dytë. Dhe ky prek një nga detyrat më delikate, le të themi, të çdo lideri. Si e korrigjon një gabim? Si i thua dikujt që po bën diçka gabim, por pa e bërë të ndihet keq, pa e futur në pozita mbrojtëse? E po, përgjigja është një art i tërë, arti i korrigjimit të butë. Mendojeni kështu. Të fillosh me lavdërim është sikur dentisti përdor novokainën. Shpimi prap do të ndodh, kjo është e qartë, por dhimbja zhduket. Askujt nuk i pëlqen kritika, ashtu siç askujt nuk i pëlqen shpimit e dentisti. Por një vlerësim i sinqert në fillim heq atë pikimin e parë dhe e bën personin tjetër të hapur për të dëgjuar.
Dhe për të parë se sa fuqishëm funksionon kjo, le t'i hedhim një sy një mjeshtrit të vërtet, Abraham Lincolnit. Jemi në ditët më të errta të luftës civile amerikane. Lincoln duhet t'i shkruajë një letër generalit Hooker, një njeri briljant por tehet problematik. Fjalët e dure në këtë letër mund të ndryshonin fatin e luftës. Pra presioni ishte i jashtëzakonshëm. Dhe si e fillon Lincoln? A i hidhet direkt në fyt? Jo. Dëgjoni me vëmendje. Unë besoj se jeni një ushtar trim dhe i aftë, gjë që sigurisht më pëlqen. Pastaj shton, gjithashtu besoj se nuk e përzjeni politikën me profesionin tuaj, në të cilën keni të drejtë. Shikoni, 2 lavdërime të sinqerta, specifike. Menjëherë ai ndërton një urë respekti. Dhe pastaj vjen lëvizja geniale. Pas gjithë atij vlerësimi, Lincoln thot: "E megjithatë mendoj se është më mirë për ju të dini se ka disa gjëra në lidhje me të cilat nuk jam plotësisht i kënaqur me ju." Vini re, ai nuk thot por. Fjala por do ta kishte fshirë gjithë lavdërimin. Në vend të saj, ai përdor këtë frazë të butë diplomatike që e përgatit Hookerin për atë që do të vijë, pa e mbyllur. Vetëm tani, pasi ka shtruar terrenin, Lincoln jep goditjen. Ai thot troç: "Gjatë komandës së generalit Burnside, ju keni dëgjuar këshillën e ambicjes suaj dhe e keni penguar atë sa më shumë që keni mundur, me çka i keni bërë një të keqje të madhe vendit. Kritika është e ashpër, e drejtë për drejtë, por tani ajo mund të pranohet, sepse nuk vjen nga një armik, por nga dikush që sapo i ka pranuar vlerat, dhe kjo bën të gjithë ndryshimin." Pra, ja ku e kemi parimin e dytë të Carnegie-sh. Gjithmonë filloni me lavdërim dhe vlerësim të sinqertë. Pse? Sepse shumë më e lehtë ti dëgjosh gjërat e pakëndshme pasi ke dëgjuar diçka pozitive për pikat e tua të forta. Kjo jo vetëm që e bën kritikën më të lehtë për t'u pranuar, por edhe ruan vetbesimin e tjetrit dhe rrit shanset që ndryshimi të ndodhë vërtet. Tani, dikush mund të mendojë, mirë, kjo funksionon për Lincolnin dhe industrialistët e mëdhenj, po për ne? E po, bukuria e këtyre parimeve është se ato funksionojnë kudo. Në zyrë kur menaxhon një ekip të vogël, kur jep feedback një kolegu, apo edhe kur ndihmon një punonjës të ri, janë universale. Le ta shohim në praktik me shembullin e asaj argëtares së re. Teknika lavdëros së pari, ja si funksionon. Hapi i parë, fillo me lavdërim të sinqertë. Menaxherja e komplimentoi për shpejtësinë dhe mënyrën si sillej me klientët. Hapi i dytë, sugjero butësisht korrigjimin. Pastaj me shumë delikatesë i ofroi të rishikonin bashk procedurën e mbylljes së arkës. Dhe hapi i tretë, shiko si rritet vetbesimi. Argëtarja, duke u ndjerë mbështetur dhe jo e kritikuar, e mësoi procedurën menjëherë dhe shkëlqeu. Mirë, tani le të mbledhim gjëra bashk. Ti kthejmë në një lloj manuali të vogël leadershipi. Sepse këto nuk janë thjesht teori interesante, janë mjete praktike për probleme reale, të përditshme. Pra, le t'i përmbledhim shpejt. Problemi, motivimi ulët në ekip. Zgjidhja, hidhni një sfidë. Problemi, një punonjës i mirë po bën një gabim. Zgjidhja, filloni me lavdërim dhe vlerësim të sinqertë. Doni të ndryshoni mendjen e dikujt? Shmangni metodën çekiç dhe dinamit. Doni të frymëzoni shkëlqimin? Thejeni punën në një lojë. Kaq e thjeshtë. Dhe dua të theksoj diçka shumë të rëndësishme. Këto nuk janë truke, nuk janë teknika manipulimi, janë mjete që funksionojnë sepse bazohen në respekt, në një kuptim të thellë të natyrës njerëzore. Ato prekin dëshirën tonë për të ndjerë të vlerësuar, për të pasur një qëllim. Në fund të fundit, këto janë mjete për të ndërtuar njerëz, jo për t'i thyer. Dhe kështu arrim në fund, por me një pyetje të fundit për të menduar. Tani që këto dy mjete janë në tryez, potencialin e kuj do ta zhbllokojmë së pari? Ndoshta të një kolegu, të një ekipi të tërë? Kjo është pyetja që mbetet.